dikush për pretendimin se ka përmbushur 2/3 e dënimit. Çfarë u caktua sot? Sot ishte seanca parë, nuk mungonte raporti vlerësimit nga JVP-ja Fier, kështu që u shty seanca me disa ditë për ditën e martë, në mënyrë që JVP Fier të sjellë raportin lidhje me kërkuesin zotin Saljani. Pranishme sot ishin gjitha palët, ishte edhe prokurori edhe përfaqësuesi i JVP-s Fier. Ne bëm relatim në kërkesës tonë. Gjithë argumentet, si ato që kanë të bëjnë me elementin objektiv, pra ajo që ju thatë kalimi i kohës i 2/3, si dhe për elementin subjektiv, që ai plotëson gjitha kushtet për ta përfituar lirinë me kusht para kohë. Tani ne kemi qenë gjithmonë të idesë se ai nuk duhet ishte fare aty, por këto kushte tashmë do duhet të bëjmë këtë kërkesë, do duhet të ecim me këtë kërkesë. Besoj do jetë dhe një seancë tjetër ose maksimumi 2 seanca derisa të kemi një vendim. Mendoni se do të dalë nga burgu duke patur parasysh që dhe tentativat e mëparshme kanë qenë të dështuara? Tentativat e mëparshme ju i referoheni gjykimit në themel, ne besojmë se ai dhe atje ka qenë me drejtë, edhe këtu është krejtësisht me drejtën e tij dhe besoj se do jetë e suksesshme. Megjithatë, tani ne nuk bëjmë dot orakullin në proceset gjyqësore në Shqipëri, sepse historia e ka treguar këtë fakt, por besoj se është në drejtën e tij dhe meriton tërësisht që të përfitojë nga lirimi para kohë. Keni marrë kontakt me Saljanin para se të vini këtu në seancë? Po kam kontakte të vazhdueshme me të dhe është patjetër që ai është për vullnetin. Cili ishte shkaku që nuk u paraqit dhe Saljani në seancën e sotme? Nuk kishte një shkak përderisa përfaqësohet nga avokati, ai besoj e di vetë pse nuk do të vi. Faleminderit. Faleminderit.